Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Ultimatumi fatal i BE-s. O bie Balluku o përmbyset Rama. Profesor, duke se dhe BE-ja i ka dhënë ultimatumin Ramës, o të arrestohet Balluku o ne heqim ambasadën. Ju çfarë mendimi keni? Mirëmbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni, që prisni çdo natë, çdo ditë, që të shihni një dritë të bardhë, që takoheni me njerëzit tuaj, me miqt, me shokët tuaj, ku keni luajtur bashkë, që janë shpërndarë në gjithë botën. Ku nuk janë shqiptarët. Mbi 5 milion shqiptarë të dashur shqiptar janë për te detit e për te oqeanit. Gazetarja më bën pyetje për çështjen e Bashkimit të Evropës. Bashkimi i Evropës, të dashur bashkëdhetar shqiptar, për 35 vjet, çfarë nuk ka bërë në tokën e Shqipërisë? E kam fjalën për 27 shtete, për 27 kryeministra dhe ministra. Kanë bërë dallavere dhe tregti me shqipfolësit. Çfarë nuk i kanë marrë tokës shqiptare? I kanë marrë kromin, i kanë marrë ujin, i kanë marrë naftën. Çfarë nuk kanë bërë për 35 vjet? Ata deri par dihet dashur shqiptar, thoshin do vini në be, do hyni brenda, do t'u japim kaq. Po ishte fjala sa para mirë nga Shqipëria. Por dhe ata i kanë sjell para të dashur shqiptar. Ata e panë që Shqipëria nuk po pyeste njëri, mendonin ata, sepse ne e lëshuam litarin për tokë, po e shkelin në përkëmbë, po harronin se litari që po shkelin ata në përkëmbë, po rrethoshe trupi tyre. Bashkimi i Evropës për herë të parë e pa se 2 ditë më parë fillovi arrestimi në Bruksel, dashur shqiptar. Dhe ka bërë një deklarat shumë të fuqishme dhe të papar, gjoja për të mbrojtur veten e tyre. Si thot gazetarja, është përhapur në tërë Shqipërinë, në për televizorit e këtyre, që i ka thënë ashtu dhe KLP-s, po ashtu dhe gjykatës të kushtetutës. O të arrestohen këta, o për dyshje ne largohemi. Dashur shqiptar, ne jemi në mes të Evropës. Ne nuk na largon dot njeri nga toka jonë. Ne kemi krijuar këtë Evropë. Ne jemi në palës e Evropës. Por ata të Evropës të mbedojnë mirë për vjedhjet që i kanë bërë Shqipërisë. Për vilat e hotelet që i kanë bërë vend e pa vend. Për atë do japin llogari dhe me bankat e tyre kudo që janë në përbot. Të dashur shqiptar, unë e shoh këtu Ballukun, Edi Ramën, unë e shoh dhe ambasadorin e tyre. Vënë me syze, ai ambasadori dish që neve të na bënte një ligj të martoshe burr me burr. Por Evropa thot do të heqëm, po Evropa ka sjell lloj ambasador. 4-5 ambasadorë që ka sjell Evropa, të dashur bashkëdhetar shqiptar, kur kanë erdhur, disa ishin meshkuj, disa femrat erdhën me sandalle, dhe kur kanë ikur me nga një vil, dhe mbushur çantat me dollar. Jo t'iknin nga aeroporti, po t'iknin nga deti. Pra, të njëjtin bën dhe ky zotnia që është me syze. Pra, gazetare, unë që jam shqiptar, jam gjysh të gjyshi amerikan, as më intereson fare se ç'a thot Evropa. Amerika e ka thënë fjalën e saj, unë e kam thënë fjalën time që jam me mision,
do arrestojnë të gjithë këta që ka bërë për 35 vjetë. Për 35 vjetë ta s'kan lëngje pa bërë. Ta shi Evropa na lajmëro ka ne që sa më parë të arrestojnë. Po ku ishin gjirë di? Pra, të dashur shqiptar, një nuk pjesë mas Evropën. Amerika është si që kam thënë është me ju, me 97% dhe me 3% është kundra. Ashtu e tha dhe senatori, duke mbajtur fjalimin e tij në Washington, të njëjtën këtë që po them unë. Amerika është me ju të dashur shqiptar, e kam thënë unë për herë të parë 97%, po me thënë me 97% të popullatës të Shqipërisë, brenda dhe jashtë ku ndodhet në botë, Amerika është me ju. Me 3%, vërtet, po bën vite, po thuaj 35 vjetë, sepse ishën tamam se ato marimagat e zeza, lidhur, kokë më kokë, e bisht më bisht, me sërbët, me atë Francën e mallkuar që na ka shkatëruar me shekuj dhe me Englezët. Pse Englezët, dashur bashkëdhetar shqiptar, ditën e flamurit 28 nëntori, policia leqi i rrau, leqi u aprishi, po i futi dhe në burg. E pra, kjo e Ingliterë që nga me ne? Po pse i bërja të për datën 28 nëntori? Apo donte 29 nëntorin që qili me gjithë Stalin e firmosi dhe shkëputi Shqipërinë e bëri copa-copa. Po jo dashur shqiptar, ka ardhur koha jonë, ua kam thënë e do t'ua them sa t'jem. Ne kemi Chelsea për Evropën, ne kemi Amerikën, e kam fjalën Chelsea ne kemi dhe kemi nënën Amerikë. Nëna jonë është vajzë shqiptare e bia e presidentit të Amerikës, George Washington. Pra, mos u mërzit sekretare, këta janë minutën për t'ikur në burg. Alarm në kryeministri. Kushtetuesja fundos Ballukun. Profesor, në intervistën e doli fjala juaj në intervistën e mbrëmshme që ju dhat. Tani që kushtetuesja dha fjalën e saj të fundit, çfarë pritet të ndodhë? Dashur shqiptar, unë e thash dje mbrëm e brash speciale, kam nxjerr gjykatën kushtetute, i nxora dhe fytyrat e tyre, po ashtu dhe Kelepen. Këta, sidomos Kelepeja, ka qenë shkaktar, i njëjti ai zotnia që ishte në kushtetutën, ka qenë kryetari i Kelepes disa vite me radhë. Po ndërrohen nga e para, nga e dyta, do me thënë si që ka formuar George Soros. Po dashur shqiptar, George Soros as pyetet në Amerikë, se shumë është pra hapur, ato janë thashe theme, në Shqipëri nuk do e ekzistoj jo George Soros, pa Soros e Sorovica. Sepse janë pinjtë e Shqipërisë që janë sot. Dhe do të gëzojnë Shqipërinë. Pra, gazetarja më thot që kushtetuta, më thënë ajo që nxora brëm, ata që i patë në fytyrë, resht e më resht, që janë pa diploma, me diplomat e George Soros, e kam fjallën me diplomat e plepave si shprahapur në Shqipëri. Dhe jam gati dosjet të nxjerrë të tyre, ku i kanë vilat, ku i kanë hotelet, ku hanë dark, e ku hanë drek, dhe me kej kanë shpërndar parat, dhe si fëmijët e tyre i kanë ndikuar ku dhe sa kanë paguar në vit. Që të vesh jashtë atë dheut, do $100,000 në vit një student. Përveç fjetjes, përveç qiras. Pra, kushtetutja, si i themi në një fjalë dashur shqiptar, si qequa me një kem. Nuk ka më rrugë, që janë dy rrugë. O, do thot pro gjykatës dhe kundra sharlatanit Edi Ramës, o do arrestosh, pavarësisht se do arrestojnë më vonë.
sepse kanë dëmtuar Shqipërinë dashur shqiptar. Gjykata e Kushtetutës, e asaj kushtetute që është bërë në Serbi. Dhe ka realizuar 100% dy partit. Çfarë nuk bërë në Shqipëri? Piramidat, 97, 98, bombën në Gërdec, naftën që ja dhanë ushqim serbëve për armatimet, për të vrarë shqiptarët që i vrau në 99. 21 janari, çfarë nuk kanë bërë? Gërdeci që ka vrarë fëmijë të pafajshëm dhe akoma janë sorollate. Pra gazetare, nuk do ngelet njeri pa arrestuar. Unë kam thënë përpara dhe njerëzit më ka thënë, po s'ka burgje. Do t'i lirojnë të gjithë të burgosit. Të burgosit që jeni në Shqipëri, do lirojnë të gjithë. Se keni hyrë për një ashash, keni hyrë për një dritë, keni hyrë se i zërë me komshin, se u kanë bërë një 7500 që, do lirojnë të gjithë dhe këta do hynë në burg. Po do lirojnë me i kusht nëse ju bëni gabim, mini dënimin që ju keni patur. Pra, burgjet po pehen, do hynë të gjithë në burg të dashur shqiptar, më keni thënë gjithmonë që o pilin që po një fjalë flet gjithmonë, do hynë në burg dhe asnjë s'ka hyrë në burg. Të dashur shqiptar, ju që shkruani, po pse s'bëni një pyetje, të thoni, po mirë mo pilin që nga Berisha s'ka hyrë asnjë në burg. Po thoni nga Edi Rama. Nga Edi Rama, edhe Edi Rama shkon tërë qeveria në burg. Pra, nga Berisha fillojnë këto ditë. Po përsëri ju mendoni të dashur bashkëdhetar shqiptar se PD-ja ishte akoma. Ai pat çfarë bën. E merr Berisha tjetrin, duke shitur misra në Maliq, në rrugë, e marrën e përkrajnë, e futën në burg, po ishte në burg, dashur shqiptar, i bëjnë dhe leshat. E pa parë një historinë botërore që të vesh në burg, të bësh edhe leshat. E të fejojnë. E mos Ali, ta thash, po është tepër vonë tani. Vërtet do hysh në burg, po nuk do hysh sekretari i PD-s, po do hysh tamam civil. Do me thënë, s'kur s'ke qenë asnjëherë në një parti. Kjo është hidhërimi tënd më keq, se të kam thënë gjithmonë, i more nga rruga, i bëre milioner, të hangër kokën tënde. Tërata janë rrugaç që i ke vështjell njëri me tjetër. Pavarësisht se gabimet që ke bërë ti, ajo do të gjykohet, gjykata, por do gjykohesh edhe nga populli, nga shqiptarët vetë. Sepse, çfarë do thot gjykata këto ditë, sepse 21 janari është gati, po tërë ato që i ke ti, Sali, bashkë me Nanu, bashkë me Edi Ramën, që jeni bashkë me një grup, që jeni bashkë me doktor Sheun e tjerë, që i keni bërë Shqipërisë për 35 vjetë, edhe armiku që na ka luftuar me shekuj, nuk do të kishte bërë këtë gjë atyve. E realizuat 100% atë kushtetutën që është bërë në Serbi. Edhe u them edhe një herë, ju zonja e zotrinj të kushtetutës asgjë mos provoni, po ju duhet deklaroni nesër të henën që të vi dhe të thoni si kushtetut që jeni, që mendoni që jeni, të hiqni imunitetin komplet që në presidenti dhe në deputeti fundit. Të tërve zyrtarve kush e ka bërë, por dhe një gjë tjetër që shqiptarët nuk e din. Të dashur shqiptarë, këlyshat e komunistëve, shqip folësit e partive, kryetarët e partive, të gjithë kanë pashaporta diplomate, pa përjashtim, me qindra dhe me mira, kanë pashaporta diplomate, po ata mendojnë që nuk dinë se çfarë kanë në çanta. Edhe në stomakun e tyre dihen se çfarë kanë bërë. Pra gazetare, kushtetuta nuk ka me kuvete, për ndryshe, si që thash mbrëm, unë ishe bërgati,
po jo sot, nuk thash për sot, thash javën që vjen, ne do t'i nxirremi dosjet e tyre, unë i kam, dosjet originale, si kanë bërë pasurit, si kanë hyrë, sidomos ai djali ka qenë kryetari i kushtetutës, ja harrova emrin, pra ta prande ka kaluar nga Kelepeja, ka kaluar në gjykatën e kushtetutës, Ibrahimaj, ka mbi emrin, pra të gjithë këta duhet urgjent, me njëherë, i heqen gjithë dhe të kërkojnë falje para shqiptarëve, për atë ish ministre Gjaçka, që kushtetuta e ndalovi. Pra, kushtetuta ka bërë shumë dëm. E kam fjalën për gjykatën kushtetutë. Sepse nesër shqiptarë do kenë një kushtetutë amerikane, atë që u kam thënë gjithmonë të dashur shqiptarë. Pra, gazetare si kushtetuta dhe Kelepeja kanë dhënë autorizimin që të mbarojnë arrestimet sa më parë dhe shqiptarët do dëgjojnë 3 javën që vjen arrestimet të paparë. SBA lëviz gurët e fundit. Trump godet reformën e drejtësisë. Profesor, tani të gjithë po e kuptojnë atë që ju keni thënë me kohë, që Amerika është me shqiptar dhe jo me Ramën. Apo shohim ditët e fundit të qeverisë Rama? Gazetare, Amerika nuk është vetëm kundra Edi Ramës. Amerika e fillovi me Berishën e bëri 9 grada. Komplet familjen e tij. Por, Edi Rama që është në qeveri, që ka shpenzuar shumë para, u ka dhënë miqve të tyre, spionëve kanë fjalën në Amerikë, kush e bënte gazetar, kush ishin oficerët e shkollës të kadetave, spionazh vët 4 anë, sidomos në Evropë, Gjermani. Pra, Amerika, kyçi kryesor në Amerikë është senatorët. Senatori kryesor, Qermeni, do me thënë kryetari i Senatit, e tha fjalën e tij dije par dije që Shqipëria urgjent duhet të arrestohen ata që kanë vjedhur dhe kanë dëmtuar shqiptarët. Sidomos, të dashur shqiptar mëngojnë biliona dollar, do me thënë ju e kuptoni që janë me kokë madh, me ato janë $100, ato janë ndaluar, janë futur në për tunele, ju e patë vetë para një viti, o sa kohë ka nuk maj mend, sa kohë, një pastruse që pastronte me një palo ministre, kishte $1 milion në qyndje. Llogaritë sa ka patur e para, më dojnë një vend tjetër. Llogaritë sa para kanë këta, më zotë. O dashur shqiptar, ju s'keni 100 darkë të pini një kafe, kurse këta i matën parat me metro kup, si ai drejtori Alushaj, besniku i Edi Ramës. Nga hiqi, pa vila, para, por nuk do t'i ketë me, do t'i keni ju. Pra, gazetare, jo, presidenti po e po, ka ardhur koha që të pastrohet Shqipëria nga një lum, nga një gjiris i keq që po i mbet shqiptarët për 35 vjet. A keni diçka për të shtuar? Unë shqiptarëve po ja përsërit prap. Unë po flas përsërit të dashur shqiptar në emër të qeverisë teknike, kryeministri i Shqipërisë të ardhshme. Ne jemi në çdo gjë, ne shikojmë çdo milimetër, çdo lëvizje, për hatër të shqiptarëve. Që t'i kthejmë shqiptarët, kudo që janë në përbot, të kthehen ai që ka dëshirë të vijë në tokën e Shqipërisë. Të gëzojë një ditë të bardhë. Nuk është keq edhe jashtë. Në Amerikë është një vend i mbi bekuar. Po përsëri, shqiptarët janë mësuar me prindrit, janë mësuar me vëllezër, shkojnë bashkë, janë mësuar me miq të afrohen njëri me tjetrin, kurse në vendet tjera dashur shqiptar nuk ka kafene,
si shka tirania. Kafenet janë vetëm për sherrë e muhabete. Për thashë themi, kush kalon në rrugë, i ven një emër, ja ven një titull. Pra nuk ka ja shteti. Edhe në Shqipëri nuk do të ketë dashur shqiptar. Kur ju t'jini të pasur, në tokën tuaj, në tokën e stërgjyshve, në tokën e gjyshve tuaj që janë pushkatuar, në tokën e babalarve tuaj që është tharë goja për të ngërë një frut, nuk kanë ilaçe të blenë $80. Për djem tuaj që punojnë në polici, që marrin $600. Kurse, si ai zotnia që e thash më përpara, Alushaj i mat parat me metrokup. Po si mund të thuash, shkollat e shqiptarëve kanë ikur të gjithë. I kanë bërë qëllimisht dashur shqiptar. Le që fshatrat më s'kanë më shkolla, por aman mësuesët marrin parat dashur shqiptar. Sepse janë sekserët e të dy partive. U kam thënë që në fillim, dhe ju e marrë vesh, se si PD dhe PS janë bashkë. Dhe ato partit që janë nga një kryetar, që çdo ditë mbin nga një, janë sekserët e tyre, për të bërë hiso të dashur shqiptar. Pra, e pat dhe PD-n më në fund, si u zun, si bërtisnin, i thoshin Berishës largohu, Berisha e thoshe largohu ti, pra shush një stan që e ke kryuar vetë, një stan që e ke afruar njerëzit mijërant Berisha mbrapa, të trupruan. Po nuk është puna dhe Berisha të trupruan. Po është puna sepse ata kanë vila, hotele dashur shqiptar. Sepse këta janë bashkë. Këta thoshin do jemi gjithmonë, ne mos jemi në qeveri. Po të jemi deputet, t'i ndanin bashkë kullat. A i keni parë dashur shqiptar në Tiranë, kanë ngelur vingjet për mi kullat. Për arsye, sepse e panë të fundit. Ato kullat dashur shqiptar do kthehen në familje. Çdo njeri do ketë 2-3 hyrje, që janë shumë dashur shqiptar. 160.000 hyrje, 2+1, 1+2, si që thoni ju këtu, ka vetëm qyteti Tiranës që nuk i ka dhenë, Bashkia e Tiranës. Po me qindra e me mira, a i keni parë, ku shkon për rrugën nga Tirana për në Durrës, trado, pallate, bosh, do t'jenë toja dashur shqiptar. Sepse ato janë bërë me parat e spionazhit e atyre kryeministrave të 27 të Evropës. Të ministrave të tyre, të deputetve të tyre, e keni parë çfarë deputet ka Bashkimi i Evropës. Pra, si atë që ka dërguar Greqia. Pra, këta janë të dashur shqiptar. Këta janë futur në tokën e Shqipërisë, po këta menduan se e muar Kalan nga brenda. Po jo. Kalaja kishte njerëz që shikonin. Pavarësisht se Kalaja ishte rrethuar me elitar, pa elitari harronin si Berisha, Edi Rama. Rrethonin këmbën e tyre dhe kanë kaluar dhe kokën. Pra, të dashur shqiptar, nuk po zgjate më shumë, ju po e shihni vetë si po hajnë si qemt të dyja partit, u leminuan. Nuk do ketë parti, ky është qëllimi i qeverisë që ne kemi, dhe disave nuk u vjen mirë, që janë shpërndarë për televizor, janë bërë komik, pa punuar një ditë, kanë qenë për shkollat akademike, bëjnë qef 35 vjetë, bredhen me tërë botën, pa punuar, vetëm duke tallur shqiptarët dhe për televizor. Duke ofenduar shqiptarët për çështje ordinere në për televizor në Klani, Top Channel, që del çdo natë, që shqiptarët nuk e ka zakon. E Italia që e kishte, ka një moralitet më të lartë se televizorit e Shqipërisë. Pra, dashur shqiptar, unë e di që e keni mendje dhe shikoni, do arrestohen që të gjithë. Balluku ik, unë e thash,
të dashur shqiptar, nuk mbush 48 orë. Sot bën 48 orë. Por, si që thash, si që dhasë speciale mbrëm, duhet ta kuptonit, e ndalovi Kelepeja. Edhe më shumë që ndalovi gjykata e kushtetutës. Ata që unëzora që ishën veshur aty me parat tuaja, me gjakun tuaj, me gjakun e fëmijëve tuaj, pra të dashur shqiptar, të tyre u erdhi fundi. Ju do shihni ditë më të bukura, më të bardha. Ju do të festoni 28 nëntori iku, po do të festojmë ne të dashur përsëri. Do të festojmë sepse të gëzojë njëherë shqiptare, sepse të mbajë njëherë flamurin shqiptar në dorë dhe flamurin amerikan. Unë u thash të dashur shqiptar, nga hena mund të them, ne do bëjmë një demonstrat të papar në historinë e Shqipërisë. E bëm një me kokë ulur, e bëm me qirinë në dorë, që s'është bërë në tokën e Shqipërisë asnjëherë. Por, nuk arritëm të ngrem flamurin, sepse nuk duanin të ngrimim flamurin shqiptar, e flamur amerikan. Donin të ngrimim, si që kanë 35 vjetë me flamur sërb, me flamur francez, po kemba në tokën e Shqipërisë, këto flamure nuk do t'jenë më. Do t'jenë vetëm 2 flamur, flamuri amerikan dhe flamuri shqiptar, do jenë të kryqëzuara për shekujt e ardhshëm. Po besoj se do të bëjmë nga fundi i muajit, do jenë me mira e me mira njerëz nga të 4 anët e Shqipërisë dhe nga jashtë. Kështu më kanë dërguar, kërkojnë të vinë në demonstrat. Nuk do ishin me qiri, po duan seriozitet, do jenë të qetë, nuk do preket njeri. Nuk do preket policia, sepse policia është pa bukë. Të dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim të henën do dëgjoni shumë, sonde do arrestojnë shumë njerëz, e mund të arrestohet e Balluku sonde. Pra, tini të qetë, nuk të ngelet njeri pa arrestuar. 1840 deputet për 35 vjetë, të gjithë ministrat që kanë qenë, do kalojnë duke kontrolluar të gjithë pasuritë e tyre. Të gjithë presidentat që kanë qenë, edhe këtë fjalë mbajini mend dashur shqiptar, a ditë që bëhet qeveria teknike, që ne jemi bërë, po që shkojmë në zyrat e reja, për 3 muaj, do bëhet zgjedhje të reja, 80 deputet, 41 senator, dhe presidenti, me vota të lira. Që atë ditë dashur bashkëdhetar shqiptar, nuk do ketë kam të huaj të shijë si që ka shirë deri më sot. Jo sorë lopos do ketë këtu, se ne kemi fuqin, a i për ne është i karton. Aman, ta dini dashur bashkëdhetar shqiptar, që sorën e ka silë Berisha. U ka nxjerr fotën, edhe po deshë do nxjerr prapë. E ka sjell për herë të parë sorën dhe Jonolaton kolonelin, agentin më të madh të Greqisë, të KGB-s, që e lumtur që vdiq, se aty ke Skënderbeu kishim punën ne. Me ata anti-shqiptarët që na kanë coptuar, që kanë vajtur shqiptarët me kokë e me këmbë në Greqi, janë kthyer pa kokë. Që kanë ndeshur shqiptarët të kalonin për një ditë më të mirë në Adriatikun tonë, në detin tonë, janë shpuar që të mbyten shqiptarë. Me qindra janë mbytur. Si më të harrojmë vapore e Vlorës, edhe sot nuk i din ku i kanë eshtrat, po tallen italianët. Po jo, me ne kanë punë ditën që jemi në fuqi. Kanë e sape ambasadat e huaja. Pra dashur shqiptar, miru pafshim të henën, do të gjoni lajmet në atë ditë, dhe po i gjoni, mos i gjoni shumë ata gazetarët, analisat se ata gënjejnë, ata janë servilat e tyre, kudo që doktora servilat e tyre, që binë aperime, tallen me shqiptarët që u marrën para. Edhe ata janë në shikim, çdo doktor, çfarë ka bërë këtu, në tokën e Shqipërisë, që kanë erdhur nga Greqia të shumtit, dhe janë bërë doktor, ata do ja hapin e sape
para nesh. Ne I kemi gjitha të dhenat. Pra natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim ditën e hen, qoftë dita e bekuar o Zot, për shqiptarët e mi, kudo që ndodhe. Edhe ata, o Zot, ndihmoj, jepu shëndet, jepu fuqi, që të marrën e njërë tokën e shqiponjave, si që kam patur dikur stërgjyshit tanë. Natën e mirë, e miru pafshim të henëm. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.